6 zakonet që të bëjnë Zot të jetës tënde dhe të ndryshojnë gjithçka. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Sot dua të flas me ju për diçka që ka ndryshuar plotësisht jetën time dhe jetën e mirë e njerëzve të tjerë. Fuqia e ndryshimit të brendshëm dhe roli i përsëritjes në transformimin e jetës sonë. Shumë prej nesh presim që jeta të ndryshojë vetvetiu, presim një punë më të mirë, marrëdhënie më të mira, shëndet më të mirë, ose thjesht më shumë lumturi. Por e vërteta është kjo, jeta nuk ndryshon duke ndryshuar rrethanat e jashtme. Jeta ndryshon kur ti ndryshon vetveten nga brenda. Ndryshimi i vërtet nuk vjen nga një moment magjik, nga një motivim i përkohshëm, apo nga një premtim i madh që e bëjmë në fund të vitit. Ai vjen nga veprime të vogla, të përsëritura çdo ditë. Është si të ndërtosh një muskull, nuk bëhesh i fortë duke ngritur pesha një herë në vit, por duke e bërë atë çdo ditë. Sot do të zgjerojmë disa pika kyçe që mund të transformojnë jetën tuaj nëse i aplikoni me qëndrueshmëri. Le të fillojmë. Pika 1. Ndryshimi vjen nga vetja. Le të nisemi me bazën, ndryshimi vjen nga brenda, jo nga jashtë. Shumë njerëz kalojnë vite duke pritur që bota të ndryshojë për ta. Presin që shefi të jetë më i mirë, që partneri të ndryshojë, që ekonomia të përmirësohet, ose që fatkeqësitë të pushojnë. Por ja e vërteta e ashpër, bota nuk do të ndryshojë për ty. Ti duhet të ndryshosh veten për të ndryshuar botën tënde. Mendoni për një moment, sa herë keni thënë do të jem i lumtur kur të kem më shumë para, ose do të filloj të ushtrohem kur të kem më shumë kohë? Këto janë justifikime. Ndryshimi i jashtëm është iluzion. Ndryshimi i brendshëm është real. Kur ti ndryshon mënyrën se si mendon, se si vepron, se si reagon ndaj sfidave, atëherë gjithçka rreth teje fillon të ndryshojë. Shembull, imagjinoni dy persona në të njëjtën situatë të vështirë financiare. Njëri ankohet, fajson të tjerët dhe pret ndihmë. Tjetri zgjohet çdo ditë, mëson diçka të re, punon më shumë dhe ndërton zakone të mira. Kush do të dalë nga ajo situatë? Sigurisht i dyti. Sepse ai ka ndryshuar nga brenda. Ky ndryshim nuk ndodh brenda natës. Nuk është një epifani e madhe. Është një proces i ngadalt, i përditshëm. Veprime të vogla, të lexosh 10 faqe çdo ditë, të ushtrohesh 20 minuta, të meditosh 5 minuta. Këto duken të parëndësishme, por me përsëritje, ato ndërtojnë një version të ri të vetes. Mos prit për rrethana perfekte. Filloni sot me atë që keni. Pika 2. Fuqia e orës së parë të mëngjesit. Tani, le të flasim për momentin më të fuqishëm të ditës, ora e parë pas zgjimit. Mëngjesi është si një kanavac e pastër. Mendja jonë është më e ndjeshme, më e hapur për programim të ri. Shkencëtarët thonë se në orët e para pas zgjimit, truri ynë është në një gjendje të ngjashme me hipnozën. Ajo që fusim aty, formon tonin e gjithë ditës, por çfarë bëjnë shumica e njerëzve? Zgjohen, kapin telefonin dhe fillojnë të scrollojnë rrjete sociale, lajme negative, mesazhe që krijojnë stres. Në pak minuta, mendja juaj është e mbushur me zhurmë, krahasime, frikë dhe shpërqendrime. Dita fillon reaktivisht, jo proaktivisht. Imagjinoni në vend të kësaj. Zgjoheni, pini një gotë ujë, bëni frymëmarrje të thellë, lexoni diçka frymëzuese, ushtrohuni pak ose planifikoni ditën. Kjo orë e parë përcakton nëse do të jeni zotër të ditës suaj apo viktimë e saj. Unë e kam provuar vetë. Kur nisim ditën me telefon, ndihemi të shpërndar, të lodhur, pa energji. Kur e nisim me qetësi dhe disiplinë, ndihemi të fuqishëm, të fokusuar. Ora e parë është investimi më i mirë që mund të bëni për veten. Mbroni atë si një thesar. Mos lejoni botën të hyjë para se të keni ndërtuar forcën tuaj të brendshme. Pika 3. Programimi i mendjes. Mendja jonë është si një kompjuter. Çfarë fusim brenda, ajo ekzekuton.
Gjithçka që konsumojmë, lajme, rrjete sociale, biseda me njerëz negativ, programon mendjen tonë. Nëse nuk marrim kontrollin, bota do të na mbush me kaos, frikë dhe shpërqendrime. Shumë njerëz ankohen për ankth, stres, mungesë motivimi. Por pyetni veten, çfarë po fus në mendje çdo ditë? Nëse ushqehesh me negativitet, do të prodhosh negativitet. Nëse ushqehesh me frymëzim, rritje, mirënjohje, do të prodhosh forcë. Filloni të zgjidhni me kujdes, lexoni libra motivues, dëgjoni podcaste pozitive, rrethohuni me njerëz që ju ngrenë lart. Mos lejoni që algoritmet e rrjeteve sociale të programojnë jetën tuaj. Ju jeni programuesi. Merrni kontrollin dhe programoni mendjen për sukses, qetësi dhe forcë. Pika 4. Disiplina dhe identiteti. Disiplina nuk është vullnet i jashtëzakonshëm. Është rutinë e qëndrueshme. Dhe çelësi i disiplinës është identiteti. Kur mbani premtimet që i bëni vetes, edhe të vogla, ndërtoni vetbesim. Çdo herë që thoni do të ushtrohem sot dhe e bëni, thoni vetes, unë jam personi që mban fjalën. Me përsëritje, kjo bëhet identiteti juaj. Nuk luftoni më me motivimin, ju thjesht veproni sepse kështu jam unë. Identiteti është më i fuqishëm se motivimi. Motivimi vjen dhe shkon. Identiteti qëndron. Filloni të thoni, unë jam person disiplinuar. Unë jam person që ndërton jetën e vet. Përsëriteni këtë çdo ditë dhe veprimet do të ndjekin. Pika 5. Qetësia dhe prania. Vet kontrolli fillon me frymëmarrjen. Në botën e sotme të shpejtë, jemi gjithmonë në impuls. Reagojmë pa menduar. Por qetësia është superfuqi, bëni hapësirë për heshtje çdo ditë, meditoni, frymoni thellë, qëndroni të pranishëm. Kjo ju mëson të reagoni me qartësi, jo me emocione të menjëhershme. Kur je i qetë, merr vendime më të mira, ke marrëdhënie më të mira dhe je më i fuqishëm. Pika 6. Përsëritja është çelësi. Një mesazh i dëgjuar një herë është vetëm informacion. Por kur e dëgjoni dhe e praktikoni çdo ditë, bëhet pjesë e jush. Përsëritja ndërton sistemin nervor të ri. Ajo transformon zakonet, mendësinë, jetën. Mos u mashtroni nga motivimi i përkohshëm. Ndërtoni rutinë që ju bëjnë të qëndrueshëm. Përfundim. Miq, mos pritni për motivim. Ndërtoni strukturë, rutinë, disiplinë. Bëhuni zotër të jetës suaj. Filloni sot me orën e parë të mëngjesit. Ndryshimi është në duart tuaja. Nëse kjo video ju frymëzoi, like, subscribe dhe ndajeni me dikë që ka nevojë. Shihemi në videon tjetër. Faleminderit. 45 pagesë.